Të lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë Kosovës, sot në emisionin Litanitë e Zojës së Bekuar, jemi të ftuar të meditojmë mbi një titull të thellë dhe shumë të pasur shpirtërisht, Visar i zgjedhur për shpirtërie. Ky emër na çon në zemrën e misterit të jetës së Zojës së Bekuar, e cila është shembulli më i pastër i një shpirti tërësisht të kushtuar hyjit dhe të mbushur me dashurinë e Jezu Krishtit. Në këtë reflektim do të shohim se përshpirtëria e vërtet nuk është thjesht një ndjenjë apo një praktike jashtme, por një jetesë e thellë në praninë e hyjit, një zemër e ndezur nga Shpirti i Shenjtë dhe e drejtuar plotësisht drejt vullnetit të Tij. Në këtë mënyrë, Maria shfaqet si visari i zgjedhur, sepse çdo gjë në të është e orientuar drejt hyjit dhe shërbimit të Tij. Le të hapim zemrat tona dhe ta lejojmë këtë fjalë të na udhëheqë drejt një përshpirtërie më të thellë, më të pastër dhe më të gjallë. Vendos brenda vetës një zemër me këshill të mirë, sepse nuk ka asgjë më të vlefshme për ty se ajo. Por mbi të gjitha gjërat, lutu të tejet lartit, që ai të drejtoj udhën tënde në të vërtetë. Lexojmë tek libri i Siracidit. Motra ime, nusja ime është një kopsht i mbyllur, një burim i vulosur, lexojmë tek Kënga e Këngëve. Ai që i njeh të gjitha, e njeh atë. Lexojmë tek libri i Barukut. Po, dhe Zoti të gjitha gjërave e ka dashur atë, lexojmë tek libri i Urtisë. I peshkvi John Cuthbert Hedley na thot në retritin e tij se përshpirtëria shënon atë angazhim që është i vetmi angazhim thelbësor i jetës njerëzore. Angazhimi rreth dashurisë dhe shërbimit të hyjit. Duke konsideruar Marinë në titullin e shpirtërore, nuk çuditemi të gjejmë se ajo ishte në një shkallë të veçantë dhe mbizotruese, një visar i përshpirtërisë, sepse ishte mbi hyjin dhe në shërbimin e tij, që ajo derdhi pa kursim thesaret e hirit dhe të dashurisë, erëzat aromatike që i kishte ruajtur në zemrën e saj. Ato nuk ishin aty për kënaqësinë apo shijimin e saj, por vetëm për Zotin e saj. Dhe si Maria Magdalena, theu enën e saj prej alabastrit, që përmbajtja e saj të vajoste kokën e Jezusit. Kështu zemra e Marisë, duke qenë e shpuar nga një shpatë dhimbjeje në kalvar, kodra e Temjanit, thesaret që përmbante u derdhen mbi shpirtin e Jezusit, duke e ngushëlluar atë me dëmshurinë e tyre të thellë dhe simpatinë e tyre të dashur, urrejtjen e tyre ndaj mëkatit, dashurinë e tyre ndaj hyjit mbi të gjitha gjërat dhe mbi të gjitha përputhjen e tyre të patundur me vullnetin e tij të adhuruar. Dhe si aromat e vajit të Maria Magdalenës mbushën tërë shtëpinë, kështu edhe kisha e hyjit është mbushur dhe gjithmonë do të mbushet me aromën e virtyteve të Zojës sonë, jo më e vogla ndër të cilat ishte përshpirtëria e saj e veçantë. Sa shumë do të ishte ushqyer ky virtyt gjatë qëndrimit të saj në tempull, ku gjithçka që lidhej me adhurimin e hyjit kryhej me një madhështi të tillë. Çfarë adhurimi të zemrës ajo do të vinte në të gjitha ceremonitë e jashtme, pa të cilat ato janë si një trup pa shpirt. Çfarë mundimi do të merrte ajo për ta ushqyer për shpirtërinë e saj, sepse pa ushqim ajo do të ligështohej dhe do të vdiste. Këtë ushqim ajo do ta gjente në leximin shpirtëror dhe në lutje. Shkrimet e shenjta do të ishin studimi dhe kënaqësia e saj kryesore. Në profetët ajo do të gjente atë që më së shumë të interesante çdo hebrej të përshpirtshëm, për shkrime të Mesias, qengjit, sundimtarit të tokës,
dhe në psalmet një burim shumë i pasur aspiratash të shenjta dhe derdhesh të shpirtit drejt hyjit. Por sa shumë do të rritej për shpirtëria e Zojës son pas mishërimit. Vetë shpirti shenjt kishte ardhur mbi të dhe personi i dytë i Trinisë së bekuar banonte brenda saj. Ai tha më vonë se kishte ardhur vetëm për të hedhur zjarr mbi tokë. Sa të gatshme gjeti ai zemrën e nënës së tij, ku ai së pari zbriti dhe kur erdhi në këtë botë, për t'ju përgjigjur këtij zjarri ndezës. Pastaj, ndërsa jeta vazhdonte dhe ajo shikonte birin e saj hynor duke kaluar ne të tëra në lutjen e hyjit, sa do të përpiqej ajo ta imitonte atë dhe t'i jepte vetveten gjithnjë e më shumë adhurimit dhe lavdërimit të krijuesit të saj. Së fundi, fryma e përshpirtërisë së Marisë mori një rritje të mrekullueshme në festën e rëshajve, dhe sa ndim duhet të ketë qenë shembulli i saj për apostujt gjatë 9 ditëshit që e parapriu atë, si më të lashtët dhe prisit e popullit që i drejtoheshin një ditës një figurë e Zojës son për këshill dhe udhëzim. Duke ndezur dritat, u mblodhen rreth saj dhe u ngjiet në një vend më të lartë dhe urdhëroi të bëhej heshtje. Sa me zjarr gjatë asaj kohe të tërheqjes në dhomën e sipërme, ajo dhe ata duhet të jenë lutur për atë paraklet tjetër, të cilin Jezusi do t'u dërgonte dhe që do të ishte, siç tregon emri, mësues, nxitës, inkurajues, ngushëllues dhe miku më i mirë. Sa me kujdes do të kërkonin ata në shkrimet e shenjta çdo përmendje të atij shpirti shenjt, duke kujtuar me gëzim vargjet në psalme që premton se ai në ardhjen e tij do të përtërinte faqen e tokës, dhe duke lexuar me ngushëllim fjalët e Solomonit: sa i ëmbël është shpirti yt o Zot në të gjitha gjërat. 19 vargjet e para të kapitullit 36 të Sirakut do t'i kujtonin gjithashtu fort urdhrin e Zotit ton për të predikuar te të gjitha kombet dhe do të zgjonin në zemrat e tyre shpresa të mëdha për rezultatet. Pastaj, pas ardhjes së Shpirtit Shenjt, lexojmë se apostujt shkonin çdo ditë në tempull për të lutur. A nuk do ta bënte edhe Maria të njëjtën gjë deri në shpërndarje? Ndoshta si Ana, ajo mezi largohej prej tij ditë e natë. Përkushtimi gjithashtu ishte një formë e përshpirtërisë shumë e njohur për Marin. Nuk ishte as një kërkim të vetvetes në devocionin e saj, as dëshirë për ngushëllime të ndjeshme. Kur ajo lavdëronte hyjin, ishte për të vetë dhe jo për ndonjë kënaqësi që mund t'i vinte asaj nga kjo. Dhe vërejmë se veprimi i saj i parë i regjistruar pasi Shpirti Shenjt kishte ardhur mbi të në shtëpinë e saj të vogël në Nazaret, ishte një akt përkushtimi ndaj kushërirës së saj të moshuar, Shën Elizabetës, të cilën ajo e shërbeu dhe u kujdes për të për hapësirën e 3 muajve. Fryma e saj e lutjes nuk ndërhynte kurrë në përmbushjen besnike të detyrave të saj të përditshme në shtëpinë e saj të përvuajtur. Ajo ishte gjithmonë e gatshme të shërbente nevojat e të tjerëve, siç na siguron Shën Ignaci i Antiokisë. Pas zbritjes së Shpirtit Shenjt në Rëshaj, siç e dim, jetët e apostujve u bën një varg i pandërprer për shpirtërie ndaj interesave të Jezu Krishtit, të cilave mund të jemi të sigurt se Zoja jon i u kushtua në një shkallë edhe më të lartë, megjithse në një mënyrë disi të ndryshme. A nuk mund të thoshte ajo, do të derdh ende mësim si profeci dhe do ta lë atë për ata që kërkojnë urtin, dhe nuk do të pushoj së mësuari pasardhësit e tyre deri në kohën e shenjtë. Shihni se nuk kam punuar vetëm për veten time, por për të gjithë ata që kërkojnë të vërtetën, lexojmë tek libri i Siracidit.
Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, dëgjona ne. O Krisht, dëgjona ne. Ati prej qiellit hy. Ki mëshirë për ne. Biri shëlbues i botës hy. Ki mëshirë për ne. Shpirti shenjt hy. Ki mëshirë për ne. Trinia e shenjt një i vetmi hy. Ki mëshirë për ne. Shenjtja Mari. Loto për ne. Shenjtja nëna e hyit. Loto për ne. Shenjtja virgjëra e virgjërave. Loto për ne. Nëna e Krishtit. Loto për ne. Nëna e kishës. Loto për ne. Nëna e hirit të hynushëm. Loto për ne. Nëna e kulluar. Loto për ne. Nëna krejt e pastër. Loto për ne. Nëna e papërlyer. Loto për ne. Nëna e paprishur. Loto për ne. Nëna e dashur. Loto për ne. Nëna e mrekullueshme. Loto për ne. Nëna e këshillit të mirë. Loto për ne. Nëna e krijuesit. Loto për ne. Nëna e shëlbuesit. Loto për ne. Virgjëra e nderueshme. Loto për ne. Virgjëra e lavdëruar. Loto për ne. Virgjëra e pushtetshme. Loto për ne. Virgjëra e mëshirshme. Loto për ne. Virgjëra besnike. Loto për ne. Pasqyrë drejtësie. Loto për ne. Selia e dijes. Loto për ne. Shkaku i gëzimit ton. Loto për ne. Visari përshpirtshëm. Loto për ne. Visari nderueshëm. Loto për ne. Visari zgjedhur për shpirtërie. Loto për ne. Drandofilja e mrekullueshme. Loto për ne. Kulla e Davidit. Loto për ne. Kulla e Fildisht. Loto për ne. Shtëpia e artë. Loto për ne. Arka e beslidhjes. Loto për ne. Dera e qiellit. Loto për ne. Ylli i mëngjesit. Loto për ne. Shëndeti të sëmurve. Loto për ne. Streha e mëkatarve. Loto për ne. Ngushëllimi të pikëlluarve. Loto për ne. Ndihma e të krishterëve. Loto për ne. Mbretëresha e engjëjve. Loto për ne. Mbretëresha e patriarkëve. Loto për ne. Mbretëresha e profetëve. Loto për ne. Mbretëresha e apostujve. Loto për ne. Mbretëresha e dëshmorëve. Loto për ne. Mbretëresha e dëshmitarëve. Loto për ne. Mbretëresha e virgjërave. Loto për ne. Mbretëresha e të gjithë shenjtërve. Loto për ne. Mbretëresha e zënë pa mëkat të rjedhshëm. Loto për ne. Mbretëresha e ngjitur në qiell. Loto për ne. Mbretëresha e shenjtës truzare. Loto për ne. Mbretëresha e paqes. Loto për ne. O qengji i hyjit që shlyen mëkatet e botës. Na fal ne, o Zot. O qengji i hyjit që shlyen mëkatet e botës. Dëgjana ne, o Zot. O qengji i hyjit që shlyen mëkatet e botës. Ki mëshirë për ne. Në mbrojtjen tënde, po nga si moshenjtja nëna i hyjit, mos na i përbuz lutjet ndër nevojat tona, por o Virgjëra e lume dhe e bekuar, na shpëto për herë prej të gjitha rreziqesh. Zoja jon dhe ndërmjetëse e jona, me birin tënd na pajto, biri tënd na porosit, ndërduar të birit tënd na lësho. Lutu për ne o shenjtja nën e hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. I jep në ne shërptorëve të tu, po të lutemi o Zot, t'i gëzohemi për herë shëndetit të shpirtit dhe të trupit, e në përndërmjetësi të së madhërishmës dhe gjithmonë Virgjërës Mari, t'i shpëtojmë trishtimit të tashëm dhe t'i gëzohemi gazmentit të amshuar në për Krishtin Zotin ton. Amen. Të dashur dëgjues, ndërsa përfundojmë këtë meditim mbi visarin e zgjedhur të përshpirtrisë, ne shikojmë në jetën e Zojës së bekuar si në një shkollë të vërtetë të lutjes, përkushtimit dhe dashurisë së pastër ndaj hyjit. Ajo na mëson se përshpirtria e vërtetë nuk ndahet nga jeta e përditshme,
por e shenjtron atë. Nuk kërkon vetën, por kërkon gjithmonë lavdinë e hyjit dhe shërbimin e të tjerëve. Në të gjitha këto, ajo na drejton drejt Jezu Krishtit, burimit të çdo përshpirtërie dhe shenjtërie. Le të kërkojmë prej saj hirin që edhe ne të bëhemi shpirtra të përshpirtshëm, të qëndrueshëm në lutje, të hapur ndaj Shpirtit Shenjtë dhe të gatshëm për vullnetin e hyjit në çdo moment të jetës sonë. Zoti ju bekoft dhe ju ruajt gjithmonë. Visari i zgjedhur i përshpirtërisë, luto për ne.